Klosisht më thonë që është në lidhje, me njerë lidhemi me te. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Nuk duke që i lodhur? Sa po të gjuam rezultatin që shpalli që ka afruar syri, merë 72 mandate Partia Demokratike, ju merë një 64, si jetë sekretari përgjithshëm tani, do në thuash që mandate merë një ju aty, në Dibër jeti, sepse aty ka fituar në vitin 2021. Unë jam në qarkun e Dibërës tani. Tani, këto rezultate që nësone tani ishin 72 PD-ja, 64 mandate ju, merët edhe vetëm një lapaj, më duket, dhe s'mernin këta të tjerët, tani ju, çfarë merrni, zoti Klosi? Nuk ka sondazh që na ul 978. Nuk ka 778, nuk ka realitet që na ul në ato mandat. Por e se exit polli syrit o zotëri tani, se është më afër se sondazhet kanë ikur. Është exit poll? Po jo, exit pollet janë shumë paqëndrueshme, sepse janë një vlerësim i momentit në bazë procesit votimit, tani edhe nuk e di, në bazë shumë pak e kanë nxjerrë syri, me që se syri ka pas në dorë, mund të thosh të sa të donte, nuk është se ka në një moment. Po kështu është, besoj që ato kuti që janë... Sondazh online, më falë, se nuk ishte exit poll. Sondazh online, se ma shkruajnë tani. Sondazh online. Po online, thonë njerëzit që ka fituar kaq. Pak pas ka dalë sondazh online, sa ata që shikojnë janë më shumë të... Tani Klosët, sa merrni ju? Në Dibër sa merr ti aty tani? Ta kuptojmë ne. Ne garojmë... Kini dalë 3-2 për PD-n në zgjedhjet vitit 2021. Po, nuk diskutohet që ka një kthim të gjithë Dibrës Majtas, nga puna që kemi bërë me patronazhistët edhe nga puna që kemi bërë me të ndjekjen e gjithë procesit votimit. Do me thënë edhe gjithë Dibrën e kthyet Majtas, ë? Ne jemi të sigurt 3-2, por nga ato çfarë pretendojmë ne, dhe kur numërohet dhe vota diasporës, besoj që kemi gjitha mundësot që të shkojmë dhe 4-1. Do t'jetë një photo finish, do të vendoset në kutitë e fundit, nëse do të marri 4 Partia Socialiste, apo do të marri Partia Demokratike mandatin e dytë. Jemi besim plot, që jemi në garë për mandatin e 4. Zotë Klosi, do me thënë ju e kini të sigurt për mbysjen 3-2, nga 3-2 për PD-n? Po, mos harrojmë gara e fundit para 2 vjetër, se ajo është dhe temi gara e fundit që ka ndodhur, ka pasur 20.000 vota Partia Socialiste, 20.000 vota përveçkuesit e Partisë Demokratike. Pra, nga 60.000 votues që ka pasur LSEK, kjo ka qenë ndarje. Besoj që kemi një progres në votën e Partisë Socialiste dhe një regres në votën e Partisë Demokratike, kështu që besoj shkojmë fort në garën për mandatin e tonë të 4. Zotë Klosi, Nikola ka pyetje? Zoti Nikol, ka pyetje. Pyetja është kjo, Zoti Klosi. Ju jeni drejtues politik për Dibrën, por edhe sekretari i përgjithshëm i PS-s. Si shpjegohet që Bashkia Vorë dhe Njësia 10 nuk doli rezultati sonte? Janë hedhur para, si tha Zoti Tela, janë hedhur me sa diun miliona euro për dalë një rezultat që duhet kishte dalë dhe e kanë shtyrë për nesër. Kjo është absurde, është alogjike. Pra, kjo ka qenë edhe pesa pash në rrjetet sociale, në fakt se jam këtu në procesin e përgatitjes së numërimit në Dibër. Ka qenë një vendimarrje e gabuar, shumë e gabuar, besoj, sepse ajo është ajo që thatë ju, pra investimet janë bërë që kemi një situatë tjetër, pra dhe të ishte një eksperiment, se sa shpejt mund merret rezultatin në rast se votimet do të bësh, votimet e numërimit do të ishte elektronik. Dhe nuk e di sepse ndodhi kjo, pash një konferencë përshtyp nga seria e Partisë Socialiste, e cila e kundërshton këtë vendim. Shpresoj të kemi një rivendimarrje të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Preteksti që unë dëgjova që ndikon në numërim, në të gjithë numërimin e Shqipërisë, kjo pastaj është absurde, pasi votat janë në kuti. Unë shpreh bindje që gjatë procesit të numërimit nuk ndodh kur, dhe është shumë e monitoruar, është gjitha online, të gjithë kandidatët kanë mundësi ta ndjekin online procesin. Nuk ka asnjë mundësi që të ketë një ndryshim rezultati në numërim. Çka ka ndodhur, votat janë kuti, kështu që se kuptoj fare dhe është ajo që thoni ju, prandaj është ky proces që për të parë dhe diferencë, kur bëhen elektronike, se sa shpejt merret rezultati, dhe kur bëhen
në votim në numërimet klasike, do të zgjasim përsëri 1-2 ditë në procesin e numërimit. Pyetje për Klosin? Unë do thosha që pas zgjedhjeve pritet që gratë të divorcohen nga qyrykët dhe të shpëtojë ajo Dibra më në fund. Si do i da rezultatin Dibër, si do i da rezultatin Peshkopi, mendoj që partia e zotit Klosi ka dështuar në mënyrë spektakolare për ndërtuar institucionin e votës në Shqipëri. Do më thënë, këta në 12 vjet nuk arrin dot të krijonin minimumin e besimit tek zgjedhjet. Dhe sot ishte një ditë ku vetëm sa u shëmbakova më shumë besimit e zgjedhjet të votave të lirë. Pra, Abilieka thotë që... Nuk e di tani, unë e di që është qëndrimi juaj dhe nuk e komentoj, po që të ketë një besueshmëria e që thoni ju, duhet cilën edhe fakte, se unë jam në Dibër, i kam parë këto përpjekjet e kundërshtarëve të mi politike, të cilët ndalojnë makina në rrugë, bëjnë gjitha zhurmë, merren televizorët, mbajnë online televizionet 4-5 orë, siç ndodhi para mbrëmë, bllokoni makinë maqellar, vetëm 5 orë televizionet do vi, erdhi prokurori, erdhi policia, kryu gjatë konflikt, u kontrollua makina fije për fe, makina e bllokuar, jo se makina që lëvizi, dhe nuk gjetën asnjë gjë, po zero element të cilët vërtetojnë akuzat e opozitës. Ndodhi përsëri, dje përsëri makina nuk ishte asnjë material të cilët kundërshtojnë. Pra, unë di që ata duan të krijojnë një alibi, po të paktën një fakt duhet ta japin. Ka dhe me ato ne shikojmë live. Ka lidhje me faktin që në zyrën elektorale për të Partisë Socialiste në Peshkopi kërcet Grushti. Ai kandidati juaj rrau drejtorin e një drejtore, një punonjës të administratës. Po e gjede këto më. Po, ti e di, po nuk ka rëndësi. Pra, kjo ka lidhje mu. Se që nuk i kap do të parat që shpërndani juve, nuk i kap do të që kap do të opozita. Riktimi Sali Berisha. Por, babaj kandidatit të procedua penalisht. Kandidatit shkoj rrau atë drejtues administratës. Kush është kjo? Aty në zonën tuaj, ndodhin to. Po jo më keni informacionet gabuara, mos shikoni vetëm syrin. Po jo mos ka vetëm syrin, do janë informacionet të policisë shtetit. Po jo pra s'është tani, me jetë po e them që e gjithë historia duhet të ketë disa fakte, duhet të ketë disa ngjarje. Unë kam bërë fushata në disa qarqe, kam bërë fushatë në Dibër, ju garantoj që ka qenë fushata më e qetë që unë kam kaluar gjatë gjithë karrierës time politike, përveç 2 ditëve të fundit, kur u kuptua rezultati spektakolar i humbjes. Dhe e shikoj me keqardhje që rikthimi i Sali Berishës në drejtim të Partisë Demokratike riktheu po të njëjtin avaz të viteve më përpara, që zgjedhje manipuluara, zgjedhje kështu, zgjedhje ashtu, goditje, përplasje. Si e kuptuan rezultatin 2 ditë përpara ato humbje? Si e kuptuan humbjen 2 ditë përpara? Pse mos marrin të kundërtën që këto 2 ditët u bë gjithçka që të shkonte votat e PS-ja? Pse mos marrin të kundërtën? Po si bëhet këto 2 ditët që shkojnë votat e PS-ja tani? Jepen para dhe njerëzit fal parave shkojnë votojnë për PS-n. Mo kollaj ta zgjasim këto bisedë, po ta evidentojnë në një rast dhe vetëm flasin, vetëm akuzojnë, vetëm kritikojnë, vetëm etiketojnë njerëzit gjysmën e Dibër se kanë marrë dhe e përdorojnë, ndërkohë që nuk kanë asnjë fakt. Ndalojnë makinat mes rrugës sikur me qenë banda të nofostatës. Përpiqen të bëjnë politik me makina, me zhurma, shqetësojnë qytetarët. Çmenduri po të them, çmenduri dhe në konkretisht nuk kanë asnjë rast, nuk kanë asnjë fakt, nuk kanë asnjë evidencë. Se si e kuptojnë që tani ju e dini se si kuptohet. Kuptohet kur njerëzit shkojnë në takime, kuptohet kur njerëzit nuk i presin, nuk i fton fjalën e mirë, kuptohet kur njerëzit vinë me shumicë në takimet dhe mitinjet e Partisë Socialiste. Pra kështu kuptohet dhe sondazhet ata dinë bëjnë, sondazhet në nxjerrin kudo fitues. Do i kuptojnë edhe ata. Zoti Klosi, më falni, dua t'ju pyes sa me integritet besoni se do të jenë këto zgjedhje dhe raporti i pritshëm i OSBE-Odirit prisni të jetë më problematik se sa i 4 viteve më parë. Besoni se po bëni zgjedhje me standarde demokratike të një vendi që është në derën e Bashkimit Evropian gati për të hyrë aty? Për ne, për Partinë Socialiste, kjo ka qenë një nga
problematika që dëshmonin që kishim një organizim të procesit zgjedhor, një fushat elektorale, një situatë në raport me qytetarët, jo në përputhje me standardet europiane, por shumë më mirë se çdo palë zgjedhje që zhvillohen në këtë botë që ne jetojmë. Dhe ka qenë një fushat spektakolare, e qetë, pa asnjë zhurmë, asnjë përplasje, asnjë abuzim të qytetarët, pa duke eliminuar ne si Partia Socialiste plotësisht posterat e kandidatëve, ato bezdisjen e zhurmave të kandidatëve, bezdisjen e fushatave elektorale. Pra bëm një fushat, mendoj, me të gjitha standardet dhe pa asnjë incident. Dhe nuk di të them konkretisht se ku e gjem Partia Demokratike, gjitha ato fjalë që thonë, që nga ata cilët duan mbrojnë kazat e tyre, dhe deri te terreni. Se si do të jetë raporti, unë kam pasur takime të shpeshta me degën e Partisë Socialiste këtu në Dibër, me degën ose për jo diri këtu në Dibër, dhe realisht me ta pardje pata kafën e fundit, nuk kanë evidentuar një shkelje të vetme të standardeve. Se si do dali raporti, besoj do të kemi shumë pak orë që të dëgjojmë raportin përfundimtar dhe kuptojmë atë. Zotë Klosi, edhe një pyetje mundet, Zotë Rakip? Patjetër. Zotë Klosi, me dëgjon? Po. Atëherë, pyetja është kjo. Ju përveç se drejtues politik, jeni edhe një lloj farë mënyre, po themi ekspert zgjedhjes, sepse keni kaluar disa procese zgjedhjesh. Pyetja është, në këto votime, me sa kemi shifra, është përqindja më e ulët se sa në vitin 2021, apo jo? 4%, 5%. 4 deri në 5%. A tregon kjo që nuk ka motivuar mbështetësit e opozitës dhe pjesën ngritë të elektoratit dali dhe nënkupton që ato që kanë dalë janë mbështetës të mazhorancës pra qeverisë, pra fitoria është e PS-s? Ka disa arsye. Unë në qarkun e Dibrës nuk kam një përfundim sakt, por këtu në Dibër e di, ka një votim në Bashkinë Dibrës, një 400 vota më shumë se sa, 500 vota më shumë se 2023, ka pak më pak se sa 2021. Në e qartë, lëvizjet demografike nga ky qark janë evidente, njerëzit janë larguar edhe prandaj edhe përqindja në numrat në absolut do të jenë më pakta se sa para 4 vjetësh, por ajo që e ndryshon po ashtu situatën ka të bëjë edhe me votuesët e diasporës. Pra, nuk janë pak, po janë 250.000 rekorde që janë hequr nga libri i zgjedhjeve në Shqipëri dhe i kanë kaluar librit të zgjedhjeve në diasporë, të cilët e ulin numrin e atyre që kanë mundësi të votojnë. Ka pasur në qark, unë kam informacione, për shumë, për dhjetra, nuk di të them, base qindra kandidat, votues, të cilët kanë votuar në Dibër, kanë ardhur nga emigracione, sidomos nga Greqia dhe Italia, dhe tani nuk e bën këtë veprim, sepse votojnë nga falë vendimarrjes për të votuar diaspora nga vendet ku ata jetojnë. Pra, nuk mendoj që ka lidhje, megjithatë padyshim po, nuk diskutohet që edhe një gare përcaktuar me fitues Partinë Socialiste nga të gjitha sondazhet, nuk karikonte opozitën që të shkonte në një garë humbse, për që e dini rezultatin që do humbin, edhe po ashtu nuk e acaron le themi garën që ketë, kurse gara padyshim gjithmonë krijon një moment tjetër. Zoti Klosi, pra ju tani përfundimisht sa mendoni se mandate janë ikim nga Dibra tani ti aty je, po, ikim dhe ti flet si sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste. Sa shkoni ju mendon? Nga komunikimi që kam me kolegët edhe me drejtuesit politik në gjitha qarqet, besoj jemi tek 80 mandate në këtë garë. Po shumë që doni gjithë. Ne besoj që e kam thënë fakt edhe në disa raste në studion tuaj, këto zgjedhje do ka pasur dhe një postulat për të thënë, demokratët që donin ndihmonin Partinë Demokratike, bënin mirë të votonin Partinë Socialiste, që të kuptojnë që me Sali Berisha nuk ka të ardhur me ajo parti, të riformatohet, të rigjenerohet. Ju e dini që opozita nuk është çështje numrash, është çështje fryme. Mbase me largimin e Sali Berishës do të krijohet një frymë re opozitare, që padyshim i bën mirë Shqipërisë, por
mënyra se si funksionon opozita, padyshim do të krijojë gjithmonë humbje mbas humbjesh. Mënyra si funksionon, mbase do të ndryshojë. Falenderoj shumë, në qoftë se do të jetë do të jemi dhe nesër në transmetime kështu, po ti na keni marrë gjithmonë në programin tonë. Dhe ne do të Besoj mbas 2 ditësh, kur të mbaroj numërimin, do të kisha dëshirë të vjedhë të analizonin bashkë procesin me kolegët. Po patjetër. Me kolegët të analizonin edhe... Shumë kënaqësi. Unë e di se aty të studieve... Kolegët mos e thuaj se ti e thua dhe me ne e gazetarë se ti si kolegore, se ti e thua si thot ai për spakun. Si ka thënë Velia që... Jo, nuk e tash në atë komentacion. Se ti mirë dhe mirë. Bëj shaka tani ose dhe sa vjen ora rëndohet, fillon të rëndohet ora dhe bëjmë në shaka. Me të gjithë panelin kemi faktën çerek shekulli që e ndjekim këtë politikë në mënyrë aktive, kështu që jemi në një mënyrë se tjetër kolegë. Dhe jo vetëm kaq, ne për shembull kemi kënaqësinë kur bisedojmë me ty, nuk do të bëj qefin, ë? Po ndonjëherë dhe nga kjo gjë e hati, që bisedon me të gjithë. Se në këtë botë duhet jesh ose kështu, ose po fillove të flasë me të gjithë, hadhe në një grushtër. Bëj shaka. Hajde miru pashi. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit.